për këtë akuzë që është publike. A funksionon përgjithsisht apo kemi parë ne që përgjithsisht nga këto institucionet të reja të drejtësisë dalin me një kartë të lehtë fillimisht dhe pastaj e shtojnë dorën në rrugës? Është strategji e prokurorive të posaçme, strategji e timi, sepse njerëzit priren që të fillojnë të komunikojnë, të bisedojnë, pastaj shtërien kryen veprime tjera procedurale. Më tipiku është përgjimi i komunikimit për gjetur prova tjera, pastaj edhe për të identifikuar vepra tjera penale. Por në këtë situatë është e gjitha ajo që diskutuam. Pra mund të jetë kurth. Më fal, a mund të shtoj diçka? Po ndodhin këto në strategji e timi, siç kemi strategji mbrojtje, dhe ajo do zgjidhë strategjinë e mbrojtjes, do thotë që unë jam subjekti i kësaj vepre penale, nuk kam firmosur e të gjitha me radhë, ka të gjithë të drejtën legjitime që ta bëj, jo vetëm, jo ajo, po çdo njeri. Që do të thotë kthehet në detyrë më pas nga ana e gjykatës në qoftë se vendimi po. Kjo nuk lidhet me procedura të tjera që mund të ndërmarrë kryeministri për shkarkim. Është tjetër histori se çfarë bën kryeministri se po them me po mund të kthehet në detyrë, nuk është se ka në qoftë se ajo se për çfarë është dhënë kjo mas ndaluese njerëz, në qoftë se me gjasa prishen provat prishen si të hysh në zyrë, si mos hysh në zyrë, mjafton që ajo të ketë atë enturazhin e vetë që pa diskutim që e ka, si që ka çdo funksionar. Jo, një pjesë janë edhe të ndaluara. Procedurën mbyll duhet të jetë në arkiv çdo dokument, që s'ka çfarë do prishë. Çfarë mund të ketë për tash njerëzit mendojnë, janë të ndryshëm dhe mendojnë në mënyra të ndryshme, kështu që ta them unë që kam qenë administrat dhe kam marrë pjesë në procedurë. Edhe unë kam qenë, dokumentat të ruhen 4 kopje, kam me radhë megjithatë. Po ndodh një zjarr i befasishëm në një arkiv. Po ka pas raste që janë lënë me arrest shtëpie dhe nuk kanë shkuar deri tek pezullimi i detyrës. Tani çfarë ndodh? Se edhe këtë mund ta prekim pak. Tani, se kjo është dhe një pjesë pak hile ose nuk e di, le ta gjykoj vetë publiku. Që të vendoset një mas sigurimi më e rënd, duhet të rëndohen rrethanat e sigurimit. Dhe kjo mund të jetë një avantazh e zonjës ose një tolerim, ose një mbrojtje që... Thjesht kanë denigru funksionin, jo, prit, sepse SPAK realisht du ta e thej ajo që e fillimit ishte sakt, du të ketë mas proporcionale, nuk mund të... Jo, ajo s'ka nevoj për mas ajo vepër penale. Megjithatë, duhet që të kemi një mas tjetër, që mund të jetë më e rëndë, siç është arrestin shtëpi ose arrestin burg, duhet të ndryshojë kualifikimit, të rëndohen rrethanat e sigurimit. Dhe për aq kohë sa rrethanat e sigurimit nuk do rëndohen, ajo do të ngelin ato pozita që është mjaft komode për sa i përket ti je shpërndeu në a mund të shtroj komode. Një pyetje, sepse më duket një pyetje kam unë. Për arrestin në shtëpi duhet autorizim. Po çfarë do lloj mase, po duhet të rëndohen rrethanat e sigurimit fillimisht. Po su rënduan rrethanat pra në këto pozita ku ajo është me këtë mas që është. Unë prandaj e shoh si lojta e Edi Ramës këtë. Unë e lexoj, sepse Edi Rama nuk ka dashur që SPAK-u të shkojë në kuvend. Unë mendoj që janë një me autorizim. Zakonet e tjerëve nuk e di. Nga leximi që i bëj unë, them që Rama ka qenë më komod që të mos i shkojë një kërkesë SPAK-ut në kuvend. Përheqje imuniteti. Po do vijë jo në pozicion të vështirë vetëm ai, po e gjithë mazhoranca. Dhe ka pas nevoj fare për vota. Ka dhe një shprehje për masën e sigurimit. Justifikohet ai si i thotë. Se nuk është masë e lehtë arresti në burg. Domethënë po e them në anglisht, po se besoj se të gjithë e kuptojnë. If you can't handle time, don't mess with crime. Kështu që nuk është. Ilir, pyetje. Jo, desha të shtroj një pyetje. Ne gjithë e dim pak a shumë që SPAK, pavarësisht se kemi opinionet tona për pamvarësinë apo mos pamvarësinë. Sa indikuar është apo jo? A mendojmë ne që me të vërtet del, jo vetëm nga SPAK, po edhe nga struktura, edhe nga GKK-ja, a mendojmë ne që del një vendim i tillë për të prekur një zyrtare të qeverisë, që është zyrtare shumë e lartë e qeverisë, pa u konsultuar me këshilltarët, dhe këshilltarët nuk janë shqiptarë. Është naivitet, pra. A janë kaq naiv në gjërat që bëjnë, apo është thjesht strategji? Mund të jetë këndi edhe të kujt, se si do profesori mund të ketë të drejtë në
atë sepse gjithë... Jo, me unë e shtoj pytje, nuk kam drejtë, ose nuk thash që kam drejtë, unë thjesht pytje. Edhe mua më duke strategji. Kush janë kësiltarë? Janë të huaj, apo... Sigurisht jo shqiptarë, sigurisht jo shqiptarë. Dëgjo, kjo është investimi amerikan i SPAK-ut, edhe unë do doja, në që se ka më të lumtur që do t'isha njetë, në që se SPAK-ut do ishte, ose vërtet është investim amerikan, sepse, dëgjo, historia jo në gjithë Shqipërisë, kush e ka studiu dhe e ka parë raportin politik që ka çdo qeverisje në histori, është e varur nga dinamikat që ndodhin në veçanërisht të ndrimi i pushteteve ose tek pushtetet e vendeve tona aleate, partnere, mike. Sepse ne s'kemi qenë gjendje ta formuajmë institucionet tona. Ne jemi njerë. Tani, kur ishin demokratët du ta pranojmë. Ne nuk mund të themi se s'është e vërteta. Kështu ka ndodhur histori që nga Enver Hoxha ose që nga Metzogu, po të marrim historinë e Shqipërisë duke parë mënyrën se si janë kompozuar qeveritë në vendet partnere apo që kanë pas interes për këtë fshat vogël Ballkanit, është e lidhur realisht me ndrimin e qeverive dhe atje. Tani me ardhin e republikanëve duhet pranoni një gjë të vërtetë. Trumpi sillet edhe mënyra se si funksionon Trumpi, mënyrën e vet, mënyrën se shifeni me Ukrainën, shifeni me luftat e tjera Palestinë, Izrael e tjera, nuk ka konceptin si e trajtojmë ne institucionalisht. Biznes. Duhet ta shohim një formë dhe një koncept tjetër. Investimi amerikan mund të jetë nisur dhe mund të jetë bërë realisht, se janë hedhur para dhe kjo është e Europës dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës për drejtsinë e re. Janë dhe fakte. Pa diskutim, dhe këtu nuk diskutohet kjo. Por, në kushtet që flasim, ne analizojmë kontekstin e caktuar. Dëshira shumë njerëzve është që ta shesin si investim amerikan. Unë them, mënyrën se si e trajtoj Shtetet e Bashkuara fitoren e mazhorancës socialiste, konferenca e mënyrën se si u sollën. Shifta ka 2 vjet dhe 7 muaj e llogaritur fikse, unë jam njëri për shkak profesionit mbaj shumë shënime në këto gjëra. 2 vjet dhe 7 muaj, shifeni, kontrolloni, nuk ka zero takim me asnjë zyrtar amerikan të lartë.